Drejtori i riu i sjellës kanalizimeve në Vlorë, Glevis Kaso, i kishte ide të qarta kur mori detyrën në 25 mars 2026. Kaso deklaroi për mediat lokale se e ka marrë këtë postë si përgjegjësi personale. Madje drejtori premtoi investime, përgjegjësi, rrjet të ri të ujësjellësit të pishëm, furnizim me ujë të fshatrave. Por posti ishte edhe një shpërblim për detyrat që ka kryer në PS. Madje Kaso ishte edhe kandidat për deputet i kësaj partie në zgjedhjet e vitit 2025. Duke marrë në dorë situatën, ati i del përpara në dosje të punës një tender që e kishte hartuar paraardhës i tij. Me instinktet e basketbollistit, pasi drejtori ka qenë sportist, e ka dërguar më një herë topin në kosh. Nuk mund t'ja linte rastësisë tenderin 460 milion lek për rojet private. Lidhja e shkurtër është bërë me biznesmenin Durim Nazeraj, të cilit i është dhënë kontrata në mënyrë të dyshimt. Fjala është për tenderin e Shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizimeve Vlorë për ruajtjen e objekteve dhe ambienteve rrethuese të SHRUK Vlorë me roje private të sigurisë fizike dhe sisteme alarmi. Fondi limiti vendosur për këtë tender është mbi 468 milion lek pa TVSH. Konkretisht, paratë do të shpenzohen për 29 roje, 17 sisteme elektronike alarmi, si dhe 43 sisteme të tjera me kamera për depot e ujit në zyrat e ujësjellësit në Vlorë. Shërbimi do të kryhet për periudhën 12 muaj. Në tenderin e mbajtur me 16 prill 2026 kanë marrë pjesë 2 operatorë ekonomik, Nazeri 2000 SHPK e Durim Nazerajt dhe Semani Security. Dyshimi është se tenderi ka fitues të paracaktuar. Nazeraj ka dhënë ofertën e shtrenjtë 464.5 milion lek dhe megjithatë është pallur fitues. De facto, Nazeraj konkurroi me veten, sepse operatori tjetër ka paraqitur as dokumente dhe as ofertë. Kështu, Kaso e mbylli tenderin më 4 maj 2026 me pjesëmarrjen e vetëm të Nazerajt. Operatori tjetër është skualifikuar sepse nuk ka dorëzuar ofertë ekonomike dhe as dokumentet e kërkuara sipas përcaktimeve. Por nga ana tjetër, kjo kompani e Nazerajt është një ndër 3 kompanitë më të favorizuar në tendrat e institucioneve publike. Megjithse ka një biografi profesionale të mbushur me ngjarje të hidhura. Durim Nazeraj është përfshirë në disa skandale me kompaninë e tij Nazeri 2000, por që nuk merren fare parasysh nga zyrtarët. Në 3 garbitje të ndodhura në Rinas, në 2 prej tyre paratë e bankave po transportoheshin nga Nazeri 2000, ndërsa në vitin 2016 patja dyshime se rojet e sigurisë së kësaj kompanie kishin bashkëpunuar. Asaj koha përfaqësuesit të kompanisë Nazeri 2000, e cila kishte nën përgjegjësi sipas policisë para që u vodhën në mënyrë spektakolare në pistën e aeroportit Nën Tereza në Tiranë, u shprehen për mediat se nuk kemi informacion të saktë, nëse paratë e vjedhura ishin nën kujdesin ton. Autorët në atë kohë janë futur në makinë në vendqendrimin e automjeteve të shërbimit dhe kanë kryer vjedhjen e parave që ndodheshin në mjetin e blinduar të shoqërisë Nazeri 2000. Grabitja ka zgjatur vetëm 3 minuta. Në orën 14:27 minuta, makina del nga e njëjta derë nga rruga e vjezuar me jeshile dhe largohet në drejtim të aksit rrugor Rinas Fushkruj. Policia thotë se autorët nuk kanë qelluar me armë, por nën kërcënimin e tyre, ata kanë detyruar punonjësit e kompanisë të sigurisë Nazeri 2000 që të dorëzonin 2 thas me para, që mbanin 1 milion euro të një banke të nivelit të dytë. Një ditë pas grabitjes nga 3 persona të maskuar me parukë dhe ile kamuflazh, Prokuroria Krujes ka kërkuar arrestimin e 5 personave, mes tyre drejtues të kompanisë private ICTS dhe Nazeri 2000. Këto skandale u harruan shpejt, dhe qeveria e saj kohe nuk mori asnjë mazë ndaj tyre për t'i menjanuar nga prokurimet publike. Kështu sot, Nazeraj vazhdon të xhirojë miliona euro të përfituara me tender abuziv. Konkretisht, Nazeraj ka marrë afër 200 kontrata me shtetin, ku shumica janë përfituar me favorizim nga zyrtarët dhe janë vlerësuar nga Open Data Albania me risk të lartë korrupsioni.